Pse largohet Tetova seriozisht? Ç'a dihet? Si u mor vendimi? Seriozisht e kam. Si u mor vendimi, pse u mor dhe në këtë moment? E para është gjithçka, Zanafilla gjithçka. Nëse është ai themeli, po Zanafilla gjithçka, edhe pse ne kemi parë ndryshime trajnerësh, ishte pak befasuese se mund edhe të ndryshonte në fund të sezonit, por gjithçka që ndodhi ishte befasuese dhe nëse më lejoni ta them, ishte pak alla shqiptarçe. Kemi parë çuditëra edhe në botë, por në Shqipëri kemi parë çuditëra në mënyrë më të vazhdueshme. Në Shqipëri shkarkojnë trajnerët kampion. Po, fiton titullin dhe të heqin. Skënder Gega, Ernest Gjoka, Kolela. E filloi Tirana këtë gjë, e mori Partizani, pastaj Kuksi, Mireljosa, Po. Kemi Sulmema. Është pa sens. Patjetër që mund të ketë divergjenca, po trajneri kampion duhet ta fillojë kampionatin. Po kjo është tjetër çështje. Unë besoj Alin që Zanafilla është dënimi. Kujtohet ndeshja me Vllaznin, mendi kur Tetova i bëri thirrje skuadrës të dilte nga fusha, por nuk është se edhe gjithë skuadra doli nga fusha, erdhi i dënim 6 muaj. Pra, dënimi 6 muaj, kam përshtypjen që edhe drejtuesit e klubit kanë patur diçka kundër atij momenti që Tetova kërkoi skuadrën që të largohej nga fusha, sepse po të shikosh që aty filloi. U dënua 6 muaj, pastaj u tha do qëndroj deri në fund sezonit, pra edhe momenti kur Tetova doli në konferencë për të lajmëruar largimin në fund të sezonit. Në fund të sezonit, unë e shoh pa udhës se në fund fare do mbaroj sezonin. Nuk të frenon askush që të mbyllësh kampionatin. Po. Në mënyrë sa më të mirë të mundshme dhe pastaj mbyllet kampionati. Sot përfunduam. Qoftë edhe ditën që mbaron, ditën që bie përshkrim në fund, ky ishte ndeshja ime e fundit me këtë skuadër. Vendimi i tij apo i vendin marsve? Unë besoj që është vendimi i klubit.